Po vjen një muaj o vëllezër e motra, një muaj madh, por jo i gjatë, shpesh herë më i shkurtër se të tjerët. Një muaj lehtë vjen pa u ndjerë, dhe po nuk e hetove shkon pa u ndjerë si erë pranvere. E zorë se vjen prap tek ne, muaj i madh i Ramazanit, muaj i faljes, i mëshirës, lëmoshës e dashurisë, muaj i mirësive të rralla, i begatimit të familjeve tona. Në të lindin shpresat dhe ai ushqen. Muaj i natës së Kadrit, ndaloni vëllezër. Këtu shkruhen fatet tona, nata e Kadrit, sa 1000 muaj. O sa e ranë, vëllezër, 1 muaj dhe 1000 muaj brënda ti. Mos mendoni se ky është një muaj i rënd i vështirë, jo, vëllezër, jo. Ne i kemi mes nesh ata që e duan, që agjërojnë këtë muaj. A mos jemi ne më të dobët, apo a mos jemi më të vejër? Base të dytën kam frikë. Por ky muaj do t'ikë si një ëndër, o vëllezër. Kam frikë se do të pendohemi, kam frikë se do na lërë të pavëmendshëm, ndaj ngriu, prite i gëzuar mysafirin që vjen rrallë, ndriçoje fytyrën me buzëqeshje, mësoj të tjerë të buzëqeshin si ti, duaje të mirën dhe jetoje, dhe në fund, festo, ti pate një fat të mrekullueshëm, vëlla. Ti sot ke një mik më shumë, dhe në fund thuaj, o dhe mbar o mik, unë po të pres që ti të kthehesh sërisht, o dhe mbar o mik, mua që tani po më merr malli për ty.